Fundjava ka qenë nervoze për demokratët. Grushta ndevoll dhe ndjekën me makinë lesh, si dhe agjitim jo i zakon për votat e emigrantëve nga Greqia. Nëse dy prej tyre kanë sfond elektoral, grushtat e Bledion Allbatit kanë thjesht sfond psikologjik. Ndoshta nuk është e lehtë për demokratët të dalin dhe të promovojnë një produkt jo lehtësisht të shitshëm siç është Sali Berisha. Kjo, plus formula zgjedhore që vetë Berisha zgjodhi, kanë bërë që të kandidatët demokratë të listës së sigurt ose t'ia fusin gjumit ose të bëjnë replika sipërfaqësore si gazi me Zeqine në Fier. Berisha po mundohet të rifusë në debat në distancë Ramën, por dukshëm me seansave të seruar që e merr, lodhja po ndihet tek lideri demokrat dhe bashkë me të edhe lodhja e votuesve të opozitës. Në Fier më shumti, por edhe në qytete tjera, pjesëmarrja në eventet e Berishës është kthyer gati si një shfaqje e cirkull fshat. Njerëzit shkojnë, dalin fotografi dhe presin me celular në dorë për të regjistruar perlën e radhës të doktorit, në ato që mund të quhet me gjas fushata e tij e fundit elektorale. Sot një lajm që fliste për një kompani basesh tregonte gjithashtu se shumica e parave janë vënë mbi Edi Ramën dhe paradoksalisht e vetmja mundësi, megjithëse thjesht matematikore për të fituar, është koeficienti i lartë i baseve për Sali Berishën. Por mbetet një mundësi matematikore. Apo ndodh ama një revolucion në 11 maj, apo shkojmë drejt një rezultati që dhe matematikisht do të sjellë fundin e ciklit Sali Berishës, dhe a lidhet kjo me të shkuarën e tij apo specifikisht me këtë fushatë dhe pse? Për 2 javë rresht, Angji Riçerke dhe ABC News kanë publikuar sondazhet kombëtare, ndërsa javën e kaluar publikuam sondazhet specifike për Fierin dhe për Elbasanin. Shifrat nuk janë inkurajuese për opozitën. Ndonse shifrat nuk lëvizin nga javën në javë, trendi është i qartë. Majoranca ngrihet lehtë, po aq lehtë bie edhe opozita. Por ama distanca mes tyre thellohet. Siç e pam në Elbasan, distanca është mbi 20 pikë. Në Fier të majtët janë afër mandatit të 11. Gjithashtu çka të bie në sy është se megjithëse Partia Demokratike del e dyta në sondazhe, në përqimin e njerëzve për fushatën që ajo bën, ajo bie në vendin e tretë. Ndërsa Sali Berisha vetë si individ, si politikan, shpesh gjendet në vendin e katërt. Sot do të publikojmë sondazhin e tretë kombëtar, por dhe sondazhin për Shkodrën dhe për Republikën e Vogël të Tiranës, aty ku dalin 37 mandate ose gati 1/3 e kuvendit, aty ku fillojnë dhe mbarojnë ciklet politike të liderëve politik dhe të partive. Ciklet.